Dje në Ushtri një grua humbi jetën tragjikisht duke u bërë viktima më e re në një seri vrasjesh që kanë tronditur vendin tonë. Këto ngjarje të rënda nuk janë të izoluara. Në vitet e fundit Kosova është përballur me një valë alarmante të vrasjeve të grave. Sipas të dhënave, në 4 vitet e fundit janë vrarë 25 gra në Kosovë, ku 3 gra janë vrarë vetëm në vitin 2024. Këto raste përfshin vrasjen e Gjulieta Ukellës në Pej në prill, si dhe vrasjen e Urona Coklit në Ferizaj. Gjithashtu në nëntor të vitit 2024 Liridona Murseli u vra në Prishtinë. Këto statistika të tmerrshme pasqyrojnë një realitet të dhimbshëm për shoqërinë tonë. Një nga rastet më të rënda ishte vrasja Liridona Demaj me 29 nëntor 2023 në Prishtinë, e cila shkaktoi reagime të mëdha publike dhe kërkesa për ndaljen e dhunës mbi baza gjinore. Po ashtu në vitin 2011 Diana Kastrati u vra nga partneri i saj pavarësisht se kishte kërkuar urdhër mbrojtje nga gjykata. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, që nga viti 2010 59 gra janë vrarë si pasojë e dhunës, kryesisht nga ata që duajt i mbronin jo t'i shuanin. Këto statistika nuk janë vetëm shifra në një raport, por tragjedi që kanë lënë pas familje të shkatëruara dhe një shoqëri të tronditur. Sipas të dhënave tona, që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 59 gra, një numër alarmues që për ne si institucion është jashtëzakonisht shqetësues. Çdo rast i tillë është një humbje e madhe dhe një tragjedi për familjet e prekura dhe për shoqërinë në tërësi. Ne si policia e Kosovës jemi të vetëdijshëm për seriozitetin e situatës dhe vazhdojmë të punojmë intensivisht për të palandruar këto ngjarje tragjike. Përpjekjet tona përfshin rritjen e bashkëpunimit me institucionet e drejtësisë, shërbime sociale dhe organizata të shoqërisë civile, si dhe forcimin e mekanizmave për mbrojtjen e grave nga dhuna. Për sociologën Bukuria Rustemi, vrasja e grave është një nga fenomenet më shqetësuese, por që po vazhdon të jetë prezent. Sipas saj, edhe institucionet duhet të veprojnë dhe mos t'i zvarrisin proceset. Vrasja e grave është një fenomen mjaft shqetësues, fatkeqësisht prezent edhe sot në shoqërinë tonë. Ne si shoqëri duhet që të emancipohemi në atë mënyrë që të gjitha konfliktet i zgjedhin përmes dialogut dhe komunikimit. Po ashtu duhet që institucionet e drejtësisë të mos varrisin proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me dhunë dhe vrasje. Ndërkaq psikologja Rezarta Sadiku ka treguar pasoja që këto vrasje lënë tek familjarët e viktimave. Familjarët në tërësi nga këto akte të tilla natyrisht që mësojnë shumë ndryshime traumatike dhe në këto raste duhet t'i suportojmë, t'i fuqizojmë dhe pse jo dhe të kërkojnë ndihmë, sepse është një traumë shumë e madhe, sidomos te fëmijët, sepse fëmia merr dashurinë përmes nanës dhe sigurinë përmes babës. Dhe këto janë dy shtyllat kur një fëmijë realisht preket nga këto. Me 59 gra të vrara që nga viti 2010, Kosova po përballet me një krizë që kërkon veprim urgjent dhe të vazhdueshëm. Nuk mjafton vetëm dënimi i rasteve pas ndodhjes së tragjedisë, parandalimi duhet të jetë